Qita filma janë bu nga Ismail Kadare. Jo bash, ama qëta janë 5 filma që janë bazu në skenare ose romane të Kadares. Në ne është koha e kometës. Jo, kjo s'është për astrologji, është për Shqipërinë në vitin 1914. Bazuhet në romanin Viti i mbrapsht, me regjisor Fatmir Koçi dhe aktor si Majsela Lusha, Blerim Destani dhe Luan Joha. Bëhet fjalë për Shestanin, që është musliman, që pije në dashuri me Agnesën katolike, edhe e braktis luftën për dashurinë. Një film me plot jetë edhe skena të bukura, edhe shumë interesant, mos gaboni, mos me kqyr. Në 2 është kthimi ushtrisë së vdekur. Ashtë krejt e kemi lexuar në shkollë, po filmi është në dramën 100 herë më shumë. Bazuar në romanin Generali i ushtrisë së vdekur me regjisor Dimitër Anagnoste, edhe aktor si Bujar Lako, Kastriot Ahmeta dhe Raimonda Bluko. Tema është për një general italian që kthehet në Shqipëri për mi kërku eshtrat e ushtarëve dhe përballet me të kaluarën, me fajen edhe me dhimbjen. Në 3 vjen filmi Ball për Ball. Bazohet në skenarin e Kadares me regjisor Kujtim Qashko edhe aktor si Rikard Larja, Roza Anagnoste dhe Timo Floko. Ky film tregon se si njerëzit përballen me luftën dhe si ajo ndryshon gjithçka. Po ashtu ka super skena me anije dhe një skenografi të pasur. Në 4 është radiostacioni, ku zëri bëhet armë. Me skenar nga Kadare, regjia Rikard Larja, aktor si Bujar Asqeriu, Kastriot Çaushi dhe Mimoza Xhiriti. Bëhet fjalë për një grup luftëtarësh që përpiqen me marrë kontrollin e radios në mes të luftës, sepse kush e kontrollon zërin, kontrollon gjithçka. Në 5 është filmi Përse bie kjo daulle. Bazohet në romanin e Kadares, Dasma, me regjisor Piro Milkani, aktor si Adelina Xhafa, Sejt Boshnjaku dhe Arben Shaka. Tema është për një vajzë nga fshati që përballet me paragjykime edhe tradita sepse don me u martu me një djalë nga qyteti. Një super film. E ti tregon cilën prej këtyre filmave e ke pa. E nëse si ke pa, çka jetu bu? Veç para se mi kqyr, bëni subscribe Urban FM 103.5 në YouTube e mandej vazhdo.